Përshëndetje të dashur teleshikues, e fillojmë edicionin e lajmeve për sot me urimin gëzuar festën e Fitër Bajramit besimtarëve musliman. Pas muajit të Ramazanit, besimtarët musliman festojnë sot Fitër Bajramin. Në Lushnjë, besimtarët e filluan këtë ditë me lutjen e namazit tek sheshi i qytetit, ku Muftiu Bliku uroi për paqe e begati dhe më pas vijuan me festimet dhe vizitat në familje. Mëngjesin e ditës së sotme, besimtarët musliman lushnjar të grup moshave të ndryshme që falnin namazin, të cilin e drejtoi imami Alban Puka, mbushën sheshin qendror të qytetit. Ceremonia e faljes së Fitër Bajramit filloi në orën 6:30 dhe Muftiu Gramos Bliku në ligjëratën e tij përcolli urimet për paqe e harmoni mes njerëzve. Vëllezër dhe motra, krijuesi i gjithësisë na thot në Kur'anin fisnik: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që besuat, u është bërë juve obligim agjërimi i muajit të madhëshëm të Ramazanit, ashtu siç u bë obligim dhe për popuj që ishin përpara jush, me qëllim që ta arrini devotshmërinë. Dhe ja ku jemi sot, ku ne e përmbushëm këtë detyrim hyjnor. Pra, a është ky një gëzim sepse ne e mbaruam këtë muaj, këtë urdhër hyjnor, apo është ky një gëzim pasi ne kurorzuam një detyrë të vështirë dhe fisnike? Me plot zemrën ju uroj gëzuar festën e Fitër Kurbanit. Allahu Azza wa Jall pas pranuar për ty, për teje dhe për gjithë besimtarëve, punët e mira, punët e hajrit, gëzuar për shumë vjet, mirësi dhe begati, sjell kjo ditë në mbar dyer dhe vatrat e besimtarëve, gëzuar për shumë vjet Fitër Bajramit. Besimtarët gjithashtu uruan njëri tjetrin për festën e Fitër Bajramit. Fitër Bajrami shënon mbylljen e agjërimit një mujor dhe lidhet ngushtë me aktin e bamirësisë, pasi besimtarët musliman para festës shpërndajnë lëmosh për të ndihmuar familjet në nevojë, me qëllim që gëzimi i kësaj dite të ndahet nga të gjithë. Politika vizitoi sot Myftininë e Lushnjës, ku kryetaria e bashkisë Eriselda Sefa, e shoqëruar nga 3 deputetët e Partisë Socialiste, uruan festën. Opozita këtë vit uroi Fitër Bajramin së bashku me familjet. Politika ka uruar festën e Fitër Bajramit në Myftininë e Lushnjës. Ata kanë uruar mirësi dhe begati në të gjitha familjet lushnjare dhe jo vetëm, me rastin e kësaj feste të rëndësishme të fesë islame. Kryetaria e bashkisë Eriselda Sefa, e cila u shoqërua nga 2 nënkryetarët, Maldrita Bardho, Elida Mezini dhe 3 deputetët e Partisë Socialiste, tha se kjo festë vjen pas një muaji sakrifice për besimtarët musliman që kanë agjëruar në këto ditë të bekuara të Ramazanit. Pas muajit të sakrificës dhe të përkushtimit të Ramazanit, sot besimtarët musliman festojnë Fitër Bajramin, një ditë e cila personifikon vlerat më të mëdha njerëzore, solidaritetin, dashurinë, mirëkuptimin dhe respektin për njëri tjetrin. Gjej rastin të uroj gjithë besimtarët musliman, por dhe gjithë qytetarët e Lushnjës, shëndet, mbarësi dhe begati të kenë në familjet e tyre. Deputetët socialist Elton Korreshi, Asferal Haxhiu dhe Kiduina Zaka gjithashtu uruan besimtarët lushnjar paqe, shëndet dhe mirësi. Sot festojmë Fitër Bajramin për gjithë qytetarët e Lushnjës dhe gjithë besimtarët musliman, gëzuar Fitër Bajramin dhe Zoti ja u pranoft agjërimin. Paqja dhe mirësia mizotrof në familjet tuaja. Në këtë ditë të bekuar, gjej rastin që të uroj të gjithë besimtarët musliman gëzuar Fitër Bajramin, uroj që Zoti t'ju ketë pranuar çdo ditë agjërimi, sakrificë dhe lutjet tuaja. Paqe, mirëkuptim, besim dhe gjithë të mirat uroj për çdo familje shqiptare. Gëzuar këtë festë të shenjtë, Fitër Bajramin, uroj gjithë besimtarët lushnjar dhe jo vetëm, një agjërim të pranuar, sa më të lehtë, paqe të shpirtit të tyre, shëndet në familjet e tyre dhe veç mbarësi. Opozita këtë vit shkoi bashkë me familjet për të uruar Fitër Bajramin tek Myftinia. Kryetari i grupit të opozitës në Këshillin Bashkiak Klement Çela tha se zgjodhi familjen për të përcjellur urimin, pasi bekimet e Zotit festohen me familjen. Sot është një ditë e veçantë për gjithë besimtarët musliman, por dhe gjithë shqiptarët, pasi sot përfundon muaji i madhëmueshëm i Ramazanit dhe
kremtohet dhe festohet me këtë ditë të çmuar siç është dita e Fitër Bajramit. Ndaj sot edhe për shkak të zgjedhjes veçantë që unë bëra, zgjodha që sot urimin ta përcjell pranë xhamisë me fëmijët e mi, me familjarët e mi, për të dhënë një mesazh që familja, shoqëria është e para, kështu që sa më pranë familjes, sa më pranë Zotit, aq më pranë çdo të mire dhe çdo mirësie. Kështu që gëzuar, mbarësi, begati, harmoni dhe lumturi i dhënë Zoti çdo shqiptari dhe çdo lushnjari. Muftiu Gramos Bliku uron edhe një herë besimtarët musliman gëzuar Fitër Bajramin. Faleminderit që jemi për rastin që më anë të ekraneve tuaja të çoj urimet e mia tek mbar besimtarët lushnjar, por jo vetëm, gëzuar për shumë vjet Fitër Bajramin, Zoti krijuesi i gjithësisë pas të pranuar prej jush agjërimin tuaj, adhurimet tuaja, gëzuar për shumë vjet Fitër Bajramin. Dhjetra besimtarë musliman fjerak festojnë sot Fitër Bajramin. Pas lutjes në sheshin kryesor të qytetit, u vazhdua me vizitat në myftininë e fjerit nga politika, komunitetet fetare dhe qytetarët. Që në orët e pare të mëngjesit, besimtarët në Fier kanë falur namazin në sheshin qendror të qytetit, ndërsa krerët musliman të myftinisë kanë përcjellur urimet për paqe e harmoni mes njerëzve. Ceremonia e faljes së Fitër Bajramit filloi në orën 6:30, ku dhjetra besimtarë të grup moshave të ndryshme kryen ritet e faljes së madhe, ndërsa kanë shkëmbyer mesazhe paqeje me njëri tjetrin. Në ligjëratën e tij, muftiu Mikel Hazizolli ka uruar e përshëndetur gjithë besimtarët musliman duke i ftuar të kontribuojnë shumë më tepër për të ndërtuar një shoqëri sa më dinjitoze, sa më të paqët, sa më solidare. Kaluam një muaj plot mirësi, përjetime shumë të bukura që gjithë secili kush agjëroi e di shumë mirë çfarë ka përjetuar në këtë muaj të gat. Ne sot e kujtojmë shumë mirë ajetin e Zotit gjithësisë që thotë: "Pra bëm obligim agjërimi siç e bën popujve të tjerë mëparshëm, me shpresën që ata të bëhen më të devotshëm që t'i friksohen Zotit gjithësisë." Dhe pikërisht kur ne jemi afruar me Zotin, kur ne i dham përparësi gjendjes tonë shpirtërore dhe mposhtëm materiale në këtë jetë dinamike në jetës në cilën ne jetojmë, ne u afruam më shumti me Zotin e gjithësisë. Më pas në myftininë e Fierit ka nisur vizitat nga autoritetet lokale, komunitetet e tjera fetare dhe qytetarët. Deputeti opozitar Luan Baçi vizitoi myftininë dhe në prononcimin e tij uroi besimtarët për festën dhe akuzoi mazhorancën se ka ndikuar në shpopullimin e vendit. Duke uruar mbarësi, begati për çdo familje shqiptare dhe halal sakrificën, solidaritetin, kujdesin për njëri tjetrin që është pas agjërimit nga muaji Ramazani. Me këtë qeveri dhe me këtë kryeministër që politikat e tyre janë vetëm shpopullimi dhe varfërimi këtyre njerëzve, korrupsioni i tyre, hajdut dhe grabica të mëdhenj, nuk ka parë ky vend dhe s'ka për të parë më. Ndërkohë, mitropoliti i Apollonis dhe Fierit Hirësia e tij Imzot At Nikolla ka pohuar se besimi mbetet një shpresë në këtë botë të trazuar konfliktesh në lindjen e mesme. E urojmë gjithë komunitetin musliman dhe gjithë musliman në marë botën, gëzuar për shumë vjetë të bekuara, me shëndet, me paqe, në këtë festë, e cila është një festë e paqes dhe dashurisë. Urojmë që jo vetëm komunitetin musliman, por edhe kudo në mbar botën, tani në këtë botë të trazuar, sidomos me luftën që është në lindjen e mesme. Urojmë që Zoti sjell paqe dhe dashuri dhe gëzim në zemrat e çdo personi, në zemrat e gjithë pjesëtarëve të familjeve, vetëm të komunitetit musliman, por edhe të gjithë njerëzit mbar botën. Vizitat pasuan nga prefekti dhe deputetët e Fierit. Pas një sherrri banal, përplasi qëllimisht me makinë çiftin e bashkëshortëve në Fier. Policia arreston të riun e shpallur në kërkim. Policia e Fierit ka vënë në pranga një 29 vjeçar të shpallur në kërkim për veprën penale vrasje me dashje mbetur në tentativë. Burime zyrtare nga policia bëjnë me dije se i riu me inicialet FC akuzohet se më 26 shkurt përplasi qëllimisht me automjet një çift bashkëshortësh. Ngjarja ndodhi pas një konflikti banal, ndërsa më pas ai u arratis. Sipas njoftimit të policisë, u ekzekutua nga sektori për hetimin e krimeve të rënda një urdhër ndalimi për shtetasin FC 29 vjeç banues në Fier.
Ky shtetas më datë 26/2/2026 dyshohet se pas një konflikti për motive të dobta ka përplasur me qëllim me automjetin e tij shtetasin SN 45 vjeç dhe bashkëshorten e tij shtetasen EN 35 vjeçe. Të dëmtuarit morën ndihmë mjekësore në spital dhe më pas u larguan për në banesë. Në vijim të veprimeve procedurale, u ndalua shtetasi FC 29 vjeç, banues në Fier, për veprën penale vrasje me dashje mbetur në tentativë. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprimet të mëtejshme. Apple bën apel për përditësim urgjent pasi zbulohet sulmi Dark Sword. Ekspertët ndërkombëtar kanë paralajmëruar përdorësit e iPhone pas zbulimit të një zinxhiri sulmesh i njohur si Dark Sword, i cili shfrytëzon disa dobësi të panjohura më parë në sistemin operativ iOS. Sipas raportit të publikuar nga Google Threat Intelligence Group, ekspertët thonë se ky mekanizëm mund të lejojë ndërhyrje të avancuara në pajisje, duke hapur rrugën për akses në të dhënat personale, përfshirë mesazhe, kontakte, foto apo historikun e shfletimit. Megjithatë, specialistët theksojnë se bëhet fjalë për sulme të targetuara dhe jo për një rrezik masiv për të gjithë përdoruesit. Në shumicën e rasteve, sulmi kërkon ndërveprim nga vetë përdoruesi, si hapja e një linku të dyshimt ose vizita në faqe të komprometuara. Kompania Apple ka reaguar duke përditësuar sistemin e saj operativ dhe duke korrigjuar dobësitë e identifikuara, ndërsa u bën thirrje përdoruesve të instalojnë menjëherë versionet më të fundit të iOS. Ekspertët e sigurisë këshillojnë gjithashtu që të shmangen linket e panjohura, të përdoren vetëm aplikacionet zyrtare dhe të mbahet gjithmonë i përditësuar software-i i pajisjes. Ky zhvillim rikthen në vëmendje rëndësinë e sigurisë digjitale në një kohë kur sulmet kibernetike po bëhen gjithnjë më të sofistikuara. Këto ishin lajmet tona për sot. Duke ju uruar edhe një herë gëzuar Fitej Bajramin, ndahemi së bashku. Mirupafshim.